Rovena Stefa dal një mesazh emocionues për gjestin që do ju befasoj, lajme ka edhe nga Driloni dhe Sara, teksa kapen më të bashkë. Rovena Stefa, këngëtarja e njohur dhe e dashur për publikun e gjerë, ka filluar ditën duke publikuar një Insta story për gjestin, ish mikja e gjestit në Big Brother VIP Kosova, të cilin e kanë mbështetur nga fillimi deri në fund në një video të përbashkët midis tyre në Big Brother VIP Kosova, të cilin e ka shpërndar. Ajo ka shkruar në Insta story: Rovena në pranë të Big Brother VIP Kosova për gjestin. Ky publikim ka tërhequr vëmendjen e shumë fansave që e vlerësojnë çdo herë angazhimin e Rovenës ndaj miqve e kolegëve të saj, teksa gjesti, i cili është një emër i njohur tani më edhe në Shqipëri, ishte i vetmi që e ka mbështetur edhe Rovenën, e cila shpeshherë ndihe e bullizuar për shkak të prejardhjes së saj. Dyshja e cila kanë premtuar edhe një kolaborim muzikor në të ardhmen, duket se janë miq të mirë edhe pas Big Brotherit, teksa Rovena ka shkruar në një Insta story: fituesi pa diskutueshëm i këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. E një lajm tjetër vjen edhe nga Sara Kolami dhe Drilon Rama, të cilët kanë tërhequr vëmendje me afrimitetin e tyre në jetën e përditshme. Gjatë javëve të fundit, ata janë parë duke kaluar më shumë kohë së bashku, duke ngritur dyshime, spekulime për një mundësi të fortë për romans midis tyre. Në vëmendje, Driloni e Sara kanë dashur shpesh që ta mbajnë mister të hapur, teksa në postimet e fundit në Insta story Driloni publikon një foto ku shfaqet me një valizhe të shoqëruar nga Sara, e cila është theksuar edhe më shumë nga detajet e outfitit të tyre që duken të përputhshme. Ky postim ka dërguar një mesazh të qartë për fansat se ato po kalojnë disa momente të bukura e zhvendit, teksa ndjekësit janë të hetur për të ditur më shumë rreth natyrës së marrëdhënies së tyre, pasi kjo gjë sipas tyre po shuan dyshimet se dyshja ka nisur një lidhje së bashku.